Selam aleikum, dua të bëj kurban për Bajram, një për gjyshrit e vdekur e një për prind që jetojnë, si bëhet njëti. Aleikum selam rahmetullah. E para për ta përmirësoj pyetjen, nuk ka nevojë me bën një kurban për të vdekurit, një për të gjallët. Kjo nuk është në mësimet e Islamit, në mësimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E therr një kurban, s'ka nevojë dy me i therr, edhe aty e shtin komplet familjen tane, gjyshrit e vdekur, prindrit e gjallë, flat familjen tane, gruan, fëmijët, vllaun, motrën që jeton bashkë me ta. Pra, ç'është bën njëti? Ky është njëti me mendje, s'ka nevojë me fol me fjalë. Ai që therr kurbanin kasapi thot bismillah Allahu akbar, o Zot, kjo është prej teje dhe ty po ta therrim, domethënë për atë tan po e therrim. Çta? E rëndësishme bismillah Allahu akbar, që kjo fjala është, pastaj kjo tjetra është nuk është patjetër kjo që e përmend o Zot, prej teje është kjo dhuratë dhe na po e presim për atë tan. Këta e thut ti, domethënë nëse je aty në momentin që therrët, nëse jo, nuk ka kurfar problemi se nuk është në dua, domethënë shumë e rëndësishme. Niyeti është me zemër, kur të pyet dikush çka ke bën kur therr kurban. Për çka ke therr? Vallai për gjyshtë e mi të vdekur, për prindrit e mi edhe për familje. Ç'ky është niyet? Domethënë ti në trunin ton, mendjen tonë e ke bën niyet me therr, çaja është niyet. S'ka nevojë më u çu aty me thon po bëj niyet me therr një kurban për Zotit, për këta. Jo, s'ka nevojë kështu.